normali që ne nuk do ta mbyllnim vitin pa bërë një udhëtim të fundit. Pas shumë vite, është hera e parë që ne po testojmë vitin e ri jashtë Shqipërisë. Bërë shumë kohë, nuk e di, më bërë një 7 vite kam përshtypjen. Që herën fund që kemi qenë në Malzi, dhe këtë herë tham, okay, të shkojmë diku, ishte një last minute vendim. Ne tregojmë shumë për këtë, por për momentin po luajmë me letra, jemi në aeroportin e Prishtinës dhe këtë po më shikoj me inat, që po e mbyll dhe do shpjegoj pastaj gjithë detajet. Se mbaruam lojën dhe nga e para që isha dola e fundit, po thoja, ne do ikim në Seychelles. Ishte një vendim që u mor 10 ditë para. Më qenë se unë kisha 3 javë pushim nga përputhën, thash, okay, është pushimi më i gjatë, ne nuk kemi xhirojmë vazhdimisht. Thash në rregull, po bëjmë diçka, duhet bëjmë diçka, t'ikim në një vend largët, bëjmë plazh, nuk na rrihet këtu. Dhe pam vërdall, në fakt donin të shkonin në Filipina, por ishte shumë e komplikuar dhe gjithë punën na e prish. Fakti që nuk kam më linjë direkte nga Tirana në Stamboll, sepse Air Albania nuk po funksionon më, më duket se ka falimentuar dhe të vetmet udhëtime për Stamboll janë tek ai aeroporti tjetër, jo te kryesori, dhe për rrugë të tilla të gjata normalisht udhtohet me Pegasus low cost, po duan linja të mira. Nëse ishte shumë e komplikuar, ishte thuajse fully booked, se normalisht të duash të prenotosh në fund të dhjetorit për festa, last minute, në vende si Filipina, apo ku diun se ku, është shumë e vështirë. Vendosëm për Seychelles. Dhe sërish nuk mund të niseshim nga Tirana, kështu që erdhëm në Prishtinë dhe do nisemi nga Prishtina për në Stamboll, pastaj nga Stambolli në Mahe, që është ishulli kryesor në Seychelles, ku dhe do të qëndrojmë gjatë gjithë kohës 9 ditë. Si po presim dhe do t'ju tregoj në vazhdimsi për çdo detaj. Nuk mbahet mend sa kohë kisha pa ngrënë një molta. Shumë para 4 vitesh e ndërmi që i morën një ditë. Po, aty ka ndërmiu, po s'ka qenë 4 vite. 3, 2. Nga 2 vite, po. Nuk më ngrën, po. Kur bëm të jetën e aeroporteve. Gjithmonë gjinxhe. Hapa. S'ka fuzdo. Ma e di gjë ti se se futish. Kam futur se atë. Boba të ishin ato që pinin Vietnam, kuptohet? Po as që do ketë aty? Sepse sa të Vietnamit është shumë mirë. Edhe në Island. Dhe sikur të mos më ftonin ato minimortët, kemi edhe një picë. Dhe këtë aeroporti ishte proper pizza. Picë me tonë. Tomi nuk ishte fare dakord me këto zgjedhjet tona. Na bëri për 1 lek. Mua më thot ha dhe pastaj anko për celulitin. Dhe ka të drejtë. Po. Kur vjem nga pushimet, do jem njeriu më i rregullt në botë. Siç jam përgjithësi po. Ky dhjetori, si për gjithë dhe për mua, të merr. Sa më rritëm në aeroportin e Stambollit, udhëtimi zgjati 1 orë të rrek, në fakt po habita, sepse mendoja që do zgjaste më shumë, nuk e dija që Turqia ishte, që nga Prishtina ishte më afër Stambolli. Ndërkohë, këtu kemi vetëm 2 orë tranzit, por jemi shumë okay, i kaluam gjitha, kështu që tani do presim të qetat në shkolla për të nisur. Për çfarë gate jemi tash më pak? Ja, ku është Seychelles aty, po gate info del për pak. Qytën në avion, ama dhe tonë për përshafon, mua së përshafon njëri. Nuk ka një gjithë me mua, do shtrien, do kënaqe. Tani do nisemi, rruga është shtatore 15, apo 50, asnjëherë gjithmonë ngatroj, o shtatore çorek, o shtatore 50, më duket se shtatore 15 minuta. Ose shtatore gjysmë. Ja? Ose shtatore gjysmë. Jo, shtatore gjysmë. Ka 10 orë gjysmë. Po ishim mik në Filipinë dhe ishin 14 orë. Po
kaq, nuk është se do të them shumë, ju thimin e dini, keni parë shumë videot e mia, paga shumë është e njëjta gjë, gjithmonë me tërkëshin. Po ti je shqetësuar si një regjisëm se 12 Unë për vete se kam bërë. Nuk kam problem, po do flej gjuhë. Shihemi kur të mbërim në sa vap që është? Shumë vap. 28 gradë përshë nga shumë vap. Që të regoj pak aeroportit. Presim valigje, gjëra shumë e mirë këtu, ishte që kalojë me një herë. Polici thjesht zhvulloste pasaportën dhe kaq. Të duhet një viza on arrival, por që nuk na e kërkuan. Ne na nxori agjencia Globus përpara se të vinim. Del direkt brenda pak orësh, por nuk na e kërkuan fare kur erdhëm. Jashtë po na priste shoferi ynë, ishte nga hoteli, pra transferta mund të thotë nga hoteli ku ne do të qëndrojmë, Kempinski, por për të gjitha mor agjencia. Si gjithmonë, do të thonë, ne kemi bërë asgjë, kështu që ky është rehatia kur të sjell një agjenci, sepse Globus ta bën çdo gjë gati dhe ti vetëm rri pa kokçarje. The pea coconut juice every single day. Tropical. Çak e marrë. Çak e marrë. Ishte shumë i bukur deti, fritëshona del prapë. Po ja tani do dali deti. Jo më kot është një ndër vendet e shpallura me plazhe më të bukur në botë. Mbritëm në vërtet. Shikoni se sa bukur duket. Duket kaq shumë vjetëri. Barritëm, kjo është halli hoteli. Ka një plazh direkt aty. A marrë si me vapën shpirt? Ta në u shqetësove që me këtë në kohë. Ashtu të më bërë? Ua, po këtë tjetëri. Ore që ju ka gjeturi? A doje vap? Mi baksemi, ikim në atje, Lituani. A? Pse, shtot aty? Apo ikim në Milan. Këtu në salën, të gjithë këta çfarë ka gjatë këtyre ditëve, programet, sepse është program festiv dhe i kam përgatitur të gjitha këtu në këtë librin e Voçkën që të dimë se çfarë na pret në ditët në vazhdim. Ndërkohë, doma nuk është bërë akoma gati, se check-in është si gjithmonë orën 3, por të shkojmë tek doma që të ndrohet, më që të kemi mundësi ta shijojmë pak disa orë këtë plazhin e mrekullueshëm. Të pija mirë se ardhi, se do marrë vesh për shumë. Ky vend është perfekt. Ka nevojë për fjalë. Oh, sa bukur që është. Lëri deti njërë sa i ngrohtë që ishte. Pjesa poshtë vetëm se ka kështu guacka dhe korale. Ku që është mirë që të keni nga ato sandalet. Jo, nuk është problema se me pa ato futën, se unë kisha në valigje dhe nuk keni zora, vetëm rrët e banjës mora nga valigje. Po, tjeshta për ta ditë, mësën që ka kështu koralet Voçkë. Po ishte perfekt, e ti uj. Mori një kajak, se do bëj tani, të shohim. Ne ullëm të hëm drekën, erdhi ushqimi. Duhet të
them që çmimet këtu nuk janë pak të lira për përndezi. Është në vendet goxha të shtrenjtë shumë. Dhe këto racionet minimaliste për këtë çmimin që kishin. Okej. Pamja, patjetër që është yll. Shmarkulesh për të shtonë, po është shtonë, po i pak gatuar. Sa po na erdhi fatura, i pat ato 3 pjatat pak më përpara, pra 2 top boll edhe ajo pilaf me kaleca dhe një uj. 1560 Seychelles mani, që i thonë në 89.9 që diçka e tillë. 90 euro. Ato 3 pjatat. Dhe nuk kemi qenë në Zvicër, nuk ka qenë ka shtrenjtë sa këtu. Do e bëjmë fasting me qef këto ditë. Tani po shkojmë tek dhoma, jon. Mara, edhe lodra ti bë? Dhoma. Le pamja nga dhoma. Nice, shumë nice. Darkën do ta ham tek restoranti që është bufe. Nata sot është ushqim kreol, pra ushqim bëndas. Dhe ne do t'i provojmë nga pak të gjitha. Në darkën, në fakt nuk doja të haja fare, por dëshin se bëra servitje, se po, bëm servitje. Po ham diçka. Ne jemi vetëm kemi mëngjesin vetëm përfshirë. Nuk e kemi marrë half board, por këtu mund të bësh patjetër pagesën dhe të hash edhe vaktin e darkës. Ose në një nga restorantet à la carte, ose në restorantin bufe. Ne sot e bëm në restorantin bufe, me që t'ishin ata kreole, siç thash, më duket pak përpara në video. Gjeni pak. Ja, nuk do ta gjeni dot. Edhe ne nuk do e kishim gjetur, nuk do e kishim besuar, mos ta kishim parë me këta sy. Për një person ishte 70 euro. Bufeja, darka. Dhe këtu është më shtrenjtë se sa deri tani për ne Zvicra ka qenë vendi më i shtrenjtë, në Zermatt ku kemi qenë, por nuk ka të krahasuar fare. Çdo gjë shumë shtrenjtë. Nuk e di pse. Dhe nuk është se për mendimin tim është se meriton më thënë që të jetë kaq shtrenjtë, okej, është shumë bukur, është shumë mirë, po ushqimi nuk është se po ha kur janë çfarë restoranti me 15 yje që të jenë të çmime. E egzagjerova, mëra. Po ta marrë 15. Donte edhe familja të shprehte mendimin. Ne më kesh lexova shpjegimin se pse janë kaq shtrenjta. Pse? Përveç peshkut, gjithë atyrat janë importe. Edhe fishi. Edhe nuk rrisin asgjë. Ti e marrë, do thua diçka? Po. Ushqimi është një po nuk është një gjë speciale. Aha. Le të themi. Edhe nuk mendoj që 70 euro për person është like deserved për këtë. Është mirë, po nuk është aq e mirë. Faleminderit. Future lawyer over here. Mirë, ti pak në kështë mirë, ti e kështë 35 euro. E vetë një gjë që vërtet mendoj që deserve 35 euro, 70 euro, ato. A, di dhe ti marrë? Këto janë ëmbëlsira që mora për t'i provuar, ishtë gjitha gjëra, specialitete vendase, kjo ishte, si që të ëmbëlsira që ka qenë ti më shpër? Cheesecake, po, kjo ishte cheesecake i vendit, kjo ishte një tart me papaja, kjo ishte kek me çokoladë kreolase, edhe kjo ishte prap një gjë e vendit, kjo ishte coconut mousse. Kjo shpjegon faktin pse unë në këtë fund jetori jam 67 kg, kam shtuar diku tek 3 kg, po 3 kg gjysmë, 4 kg, sepse që në momentin kur vajta në Oman isha shumë mirë, shumë mirë, mbajta një regjim një muaj përpara. Tash, mbajta një regjim shumë të fortë. Coconut mousse ishte shumë mirë mëra. Pjata time jam këto. Coconut mousse. Dhe mos e bëdorën shpirt. First reaction. No man, I'm just gonna bite his head off.
që të marri këto. Që të marri këto dhe këto, por këto mos ta marri. A ti mos ta marri? Jo. Okej. Si të duke marrë? Jemi shumë anë. Ka qatë vogël. E dhja që të bëjë këtë. Dhe, po thoja, në moment që vajta në man, aty u lëshova nga shumë sepse ushqimi arab është zakonisht i mirë, aty dhe porcionet ishin gjigante. Që nga i moment, tema në Tiranë, haja një bakë shëndetshëm, haja dy të tjerët. Panetonet kemi ngrënë shumë në shpirt. Gjithë dhjetorë kemi marrë 2 panetonet, që është me thënë, s'ka bërë një vakin, ne panetonet kemi pas marrë, po koshkat marrë një natë duke parë Big Brother, po patjetër kam ngrënë qëra, kam ngrënë. Jo, Krishtlindje kjo nuk e kam bajt, nuk e kam marrë kalori dhe ja ku jam. Shkove 67 kg, sikse. Ja thash, sikse. Të vajta amore.